Waiting for a sign. Turn back time, speak fairy tales, so awake and alive. Everything about you is honest and true. What do you say? Can you picture yourself? Përshëndetje dhe mirë se erdhët në video tona. Kjo mund të jetë një nga librarit më të e dyta se nërsa e parë është Harry Potterit në Porto, por edhe kjo është shumë e veçantë sepse që nga brenda një godine që më shumë mundsi ka qenë kish. Nuk është kish, se nuk ka më asnjë lloj afresku ose diçka që të vërtetoj që është kish, vetëm strukturën, godinën, edhe pak afreske në mur. Por është shumë interesante dhe shumë e bukur dhe t'jap ka dhe një ndjesi qetësie këtu brenda. Sigur jemi si quhet ajo Portos që stacioni trenit? Sigur jemi te stacioni trenit. Por që nga shumë e bukur, në qoftë se vini në qytetin e si ka emrin ky anë, qyteti i armë. Maestrik të Hollandës, hajde vizitoheni. Ne erdhëm sot, parkuam makinën. Edhe nuk duam ta mendojmë se sa lek do pagojmë për parkimin e makinës se janë shtrejt në Hollandë, por nuk po e mendojmë atë pjesë, thjesht po kënaqemi. Po e kalojmë në një shumë. Por po kënaqemi. Qyteti që është shumë i bukur, e kemi parë dia kështu. I thash Andi do. Shkojmë. Se i thash Andi do më çosh deri nesër, i thash jo të çojë sa çojë zuri gjumi, e thash okay, thash sot pusho, thash që shkon nesër thotë do më çosh në Hollandë. Okay, tha. E tha kështu për shaka. E sot në mëngjes tash unë çoj thash se do ikim atje. Edhe mëngjesin tonë edhe. Edhe mor makinën edhe. Po. Unë nisëm. Edhe do ta shohim ç'a ka me pa. Por neve na pëlqejnë këto udhëtimet kështu spontane, të pamenduara. Jo larg e kishim edhe. Qete the 1 kilometra ishte larg. Ju e dinin që ne jetojmë afër Hollandës. Nuk jemi ngjitur, por jemi afër Hollandës. Dhe Hollanda është gjithmonë një mas të dielën. Po, një opsion shumë i mirë për të dielën. Po, për neve që s'kemi asgjë në Gjermani për të dielën. Që kështu outfiti im është super yll, Andi me trupin e tij të trash se mendoj se ishte ftohtë, kurse unë era kështu si laspuriqe. I'm so beautiful without you. Now my skin glows and it shines like glue. I'm pretty without you. Pretty without you. Pretty without you. Pretty without you. I get my beauty sleep without you. No more nicotine turning my hands blue. I'm pretty without you. Pretty without you. Mërta e si fol, qatë lasë, unë nuk di. Po shumë që qytetin, tani kemi ardhur në një restorant spanjoll nërso? Po, spanjoll duket. Po, kështë shumë njerëz, kishte pak muzikë atje, një band atje prej 4 vetash lushën me kitarë, edhe ato na shtyn në ul. Pak muzikë paska, dielli na bi, erë mirë. Ja të tre grupë se kështu që janë shumë mira. Ashtu që ditë, tani presim, qonë që të porosisën dhe do hajnë me i diçka nuk e di. Alla po presim. Që po prete? Nuk presim, lezojmë në i gjohë, vërësit, lezojmë në i gjohë, edhe të porosisim, se sa ullo.
që nga nxehtë. As I'm lying next to you Në të terën, and the world goes quiet. me moll, sepse ju bënte na i mulliri që pam aty. How you fit me perfectly and I fall for you again. We've been through Nuk është it shumë në all. gustot e mia. You're the one who understands. A është bukur? Sa po konsumuam drekën dhe kishim shumë kohë që nuk na shijonte ushqimi, kaq shumë sa na ka shijuar sot në lokal. Edhe një sorë karkalet që kishim shumë kohë pa humbur. O zot sa të mira, nuk e di. Edhe tre pjata të vogla, 54 euro. Ato 3 të vogla çuf, piçi pjata. një birë zero. Edhe një gotë verë për mua, kaq vajtën, por i kanë halal lekët, Ishin shumë mirë. sepse ishte me vërtet jashtëzakonisht shumë e mirë që nga një vend ka pak këmën, që nga një vend që po mbahet radhë dhe unë dhe Andi jemi I kemi sy tapë. pastaj Ama jo, në sta gjotësh. po jemi full. Pasi Po edhe një mëlqirë, po hëngrëm një kek me mollë. me moll, sepse bëj me mielin që bluej, dhe ka i mulliri aty thoshte kështu. Edhe neve si neve tham si mos a hajmë në një këtu. Taj, E morëm edhe aty, ajo bënte 3 euro i gjys, por thash, më e mira nga të mirave ka qenë dreka, se ka qenë, oh my god, qa shishme. Tashina duhet një kafe, Po, na duhet një kafe, kemi të domosdoshme pa kafe. gaz edhe diell, edhe Po, vitamin D. po, edhe më duket se e kemi gjetur, kemi Po, përballë. vini afër. E bjem, e nu hasim atë herën e kafes. Se po shohim lokalet prandaj. Po, shivem, po qena full. Që nga? Super full. To vendet me diell janë shumë të vështirë dhe që nga shumica edhe më të ngrëmë përveç se më të pirë. Në urma e fatikisht, po tashina duhet me gjetë një kafe. Barkun e kemi plot. Edhe them, tash, për zotin nuk kisha kohë që nuk haja një gjë që të më shijonte kaq shumë. Po vërtet ishin shumë mirë. Ishin Carpaccio edhe morëm carpaccio di polpo, carpaccio oktapodi, morëm ton, na e sugjeroi ajo goca, na tha sepse siç e bëjnë këtu nuk e bëjnë gati në asnjë vend. Qa pa kur ton. Pa pjekur. Po, të pa pjekur, vetëm anash. Po, Po, kështu si steki, ke parasysh që steku i pa pjekur mes. Ashtu ishte toni, ose Po. kisha pa kur. Edhe Andi gjithmonë ka qenë kurios për atë stekun se nuk e ha, i jep shumë në veri, po ky toni i pëlqeu. Toni ishte shumë i mirë. Qëse ju qëllot toni kështu është shumë i mirë. Përveç asaj, edhe karkalecat që ishin në butter. Kishte edhe muzikë, si u tregoj Andi që parë, ishte... Më ka ngelur mendja aty, me thënë të drejtën. Mira ishte. Por, gjoja më e mirë e restorantit ishte që pagu i gruja. Ai ishte gjoja, e sa më ka shiju. Më shumë ka shiju pagesa që ka po gruja se sa karkalesë dhe gjitha E kisha harruar që pagova unë. Spunon dhe karta fillim se sa kupton dhe s'ka pagu burru, bujë 6 mujtë. Herën. Se kupton dhe karta, Se mërti- qa lloj ndërveprimi po ndodh aty në kartë. Po, në për lokale, edhe Ka me shumë njerëz burri. dhe besoj se e gjetëm një lokal. Po, atë po shoh edhe unë, po s'ka vend. Besoj se të ta gjejmë. Ja, qafëll. Vintage kë. Me vërtet ngjan kam ekspresin në Shqipëri. Shkoti oda sheqer, po ngjan ka shumë ekspresin që kemi në Shqipëri. Ta po pim ekspresin, edhe po çohem që të ikim tani të parkimi, edhe të na bjerë pika se sa shumë lek duhet të pagojmë. Unë jam përgatitur për 40 euro. Sa lek mendon ti Ande? 40 jam përgatitur. Parkimi. 32. 32 përgatitesh të jetë shopping sa. Edhe unë kam marrë çantën time të re sot, po do ua tregoj më shumë në shtëpi nesër, që është një super dashuri edhe partisinë e re, që ka këtë shalli, dhe është kaq shumë cool dhe kaq shumë të bukur, shikoni. I look like a princess. Pa të mund me zi po vrejtë të putë. Sa Andi 50 euro?
Jare, 22,500 €. Parkimi ishte 22,500 €. Kjo Hollanda më ka lënë me makte që kam pagu gjitha të lek në Amsterdam. Sa ke paguar? Pse s'paguam, e rezervuam atë parkimin e paguam 60 € në Amsterdam për 5 orë. Ku më ka pagu të 70 € për orë? Në Amsterdam, andi kur ikëm. 60 € për 5 orë. Kur ikëm për të linje tate që pagova unë me kartë. Po kështu është kur e pagoj unë. Po sa ne ke paguam? Po thu ka që me zi u futo? E po kështu të kam thënë kur e pagoj unë, nuk burrit nuk i bën përshtypje fare. Sa ke i den? Me falë tani e ndi. Ka jo një salat mix. Tell me, how can I get through? Më ka marrë më qafë të më ja. Need to know. When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing. If I should stay, you find a reason to. Vojnë e stekët. Mirë mëngjesi njerëz nga ora 8 e të martës. Dhe kjo gota këtu sa po mori një telefonat e cila do ta bëj fiber si mjet, e cila do ta dobësoj, do ta bëj kështu teacher për verën, sepse nis punë. Happy dance. Më në fund fitova punën. Ishte ajo dita që vajtëm të mërkurën bëm praktikën, e kisha humbë shpresat krejt, se më thanë do të marrë për 1 ose 2 ditën, do të marrë më të intern o të premten. Nuk më mori njeri, nuk u kujtua njeri për mua, tale jandi, u mek, u gajas, se thash unë ando unë punova shumë fort atë ditë, dhe më ndoj se do më marrin, edhe tale i ke punuar aq fort, sa nuk të të përbalonin dot si punëtore, mo, u knaq, po them. Derisa sot në mëngjes, më mori e zoja, më tha, halo, si shera, të lutem sjell këto, i thashun, një sekundësh, një spuntash, po tha nesër duhet vish në punë. Shumë faleminderit, i thash që më njoftove më para, edhe këto 4 ditë kam nindur kështu. Do më thënë sot e kisha hequr krejt, nuk nis puna atje, po thash po pse më morën telefon të më njoftonin. Dhe unë puniste actioni të aksionit dhe do sistemoj pjesën e rafteve. Ishte një punë goxha e vështirë të dilte shkum nga goja për 4 orë, sepse merje në laga, në atë pjesën e magazinës, merje karrocat me produkte, i ndaje në për sektore të ndryshme ku ato i kishin të shkruajtur dhe i vendosin në për rafte. Por në qoftë se ti kishe kohë dhe bëje një punë të mirë, të fusin dhe në kasë. Po kisha mundësi që të flisje me kolegët, sepse punoje në përgjithësi 2 veta, 60% punoje 2 veta, 40% një, po kishe kolegë, po jo po e flisje një laf, jo po një klient, jo po një kështu, edhe flisje goxha shumë gjermanisht, edhe ku erdha në shtëpi, nisa duke menduar edhe unë gjermanisht, po e ndjeja gjermanisht e goxha të lehtë kur po e flisja dhe kështu, sepse të vini sektive ato kur jenë rrethana të tilla, edhe jam shumë e lumtur që më morën. Një punë e vogël do jetë, një mini job, por ta nisim. Keni parasysh se është ai qefi fillimit, ai qefi që më morën në punë, ai qefi që tani do kem kartën time të himen me rrogë, me punë. Ne që kam pasur shumë vite që kam punuar, përveç YouTube-it edhe kam punuar fizikisht, edhe se si më duke i fakti që po rria në shtëpi me thënë të drejtën. Ju kam thënë ja 2-3 herë që kam qenë pa motivuar, pak shumë, edhe gjithmonë puna është një gjë shumë e mirë. Ndoshta do ishte më mirë të kisha bërë diçka tjetër, më shumë më pak, shumë i fif sikur, por këtu jemi për momentin, këtë vendim kam marrë, thash edhe pak punë fizike do më bëjnë mirë se jam po si luqe, edhe kështu mendova. Nuk e di si ju duket juve, por unë jam shumë e lumtur që më morën, edhe pse do jetë puna ime parë, gjermanishtja ime nuk është shumë e mirë. Do më thënë, jam një bënjish, po sa mund të di një bënjish? Ekziston deri të cënjish i gjua, që kështu sa mund të di një bënjish baziket. Nuk është se di aq shumë, unë mendoja se një bënjish dinte të fliste rrjetshëm, por jo, nuk është e vërtetë. Sidomos unë që kam vetëm 1 vit në Gjermani,
1 vit e 4 muaj, normale që nuk kam pasur mundësi që ta praktikoj shumë. Por ne morëm punën. Sot duhet të mbledh dokumentat, shoqëri kam të gjitha dhe t'i çoj dhe të firmos kontratën edhe nesër me shumë mundësi jam në punë. Mora dhe dje një set çarçafësh të hëmoja që ua tregova, por më mungojnë STK-t, nuk mi kanë dërguar, më kanë dërguar vetëm çarçafin e organit, STK-t nuk mi ka dërguar. I kam çuar një email HM-s për këtë problemin, por më duket se duhet i gëzoj pa jastikët e çarçafëve, pa jastikët e atyre jastegëve. Edhe shumë mirë. Kjo ishte edhe për ato që patë dje shishi roz, janë shumë të bukur, do i keti laj sot, do laj edhe pak jastakun e Andit, se sikur s'më pëlqeu ngjyra kur e pash, do i keta fus njërë në lavatrice me proces të shkurtër, ta ndej këtu jashtë se kemi super diell, super kot mirë. Duke çuar letrat e puna, erdha këtu. Qa kam humbur njem duket. Ja, një pas kam të tëra. You pull your hair on the backseat. You know I like it like that. The other girls in the backseat. Me in the front 'cause I'm bad. And it feels like the prom. That's when never saw I got a little drunk. And they're waiting for us. Bravo! Jupi! Edhe mendova se do vesha mis. Shkopi. Now we're sharing this cake. Eat it straight from your lips, no plate. I'm first class, looking like a Barbie. All my friends, they really try to warn me, but I just want another this with you. You want another this with me. Won't let you die. It feels like you're coming. Best I never saw I got drunk. And they're waiting for us. Hey, you, jumping on Cadillacs, hands too. The best I will ever have. Then everyone's watching, we're walking in. Hey, but they don't know. They know. Në kohë që nuk ju tregoj në një ushqim me zë, por sot do ju tregoj bagellin më të mirë dhe më të thjesht. Na duhet miell, sod buke, kos, edhe jo ujë nuk na duhet, kote ka marrë ujin. Kaq edhe krip. E në fund fara edhe vezë. Do ju tregoj se si me këto të trija do bëjmë një brum edhe pa krip. Edhe pastaj do i pjekim, do i lyem me vezë pastaj dhe do i hedhim fara, po dua tregoj kështu. Thjesht doja t'ju tregoja se sa duhet si fillim. Edhe procesin, ëlli. Krip, sod, edhe kos. Një ditë e re, një pako e re. Edhe sot e kemi nga Smile Club që na ka dërguar një bodysuit, është një komplet për trupin.
Shumicat e bashkëpunimeve unë I kam për Instagram, nuk I kam për YouTube, por vendos që t'i ndaj edhe këtu se I kam shumë qef edhe dua t'i ndaj me juve. Kjo që më kanë dërguar sot është për palestër ose për yoga dhe është një komplet I gjithi për trupin si kalamasht, por kjo është e zezë dhe është shumë palestër. Lexon këtu emrin e brandit, Smile Club. Ka këtu këtë qenjën e Smile, këtë mojnë, edhe me kuriz jashtë, është I gjatë, deri në fund të këmbëve dhe te këmbët vjen kështu si cowboy style. Është duket materiali duket shumë I plot, shumë I mirë, edhe këtu mrapa te byça ka këto kështu që ta ngrej ta bëj si push up. Mendoj se do jetë shumë e rehatshme, sidomos nëse dua të dal te liçeni me një cardigan sipër do duket super yll. Kjo ishte pakua që erdhi sot, është kaq shumë e bukur se është rozë dhe roza është ngjyra ime e preferuar. Edhe më pëlqen shumë si paketi. Sot kam edhe antin për drek që do vi se nuk ka ishte kurs, edhe do bëjmë pak karaoke chicken. E kam marrë salcën karaoke që dije me zi e gjeta, sepse pashte dëmëja online që dilte që kishte po s'kishte, vajtat e deka, edhe nuk mendoj se e kam marrë fiksat të salcën e trash që duhet, po e galat e gjeta të mora. Edhe e kam marinuar që dije filetonën pulës me krip, me piper edhe me karaoke salcë, sepse kjo duhet jetë e trash, por kjo që unë kam është e hollë, edhe tani duhet ta lyj në 27 të askuq, era e parë që edhe unë e provoj, e kam shumë qef, është ushqim japonez dhe haj kur I ki ha ramen, se dhe ramen është supë japoneze, edhe më pëlqen shumë, por të mundohem ta krijoj në shtëpi, bashkë me atë do bëj një pilaf, edhe brokoli të zier, dhe me pak qep të njoma. Besoj se do dali super mirë, ta provojmë, të nisim, të bëjmë drekën, se ka vajtur ora 4 inqerek. Cigarettes on the table, dirty plates on the stove. I don't know if you know where to start, know where you'd like to be. I'm afraid that I've lost you, 'cause you're hiding from me. Yeah, it shows that it's cost you a lot to be like the rest of us, to be like the rest of us. I've been waiting so long for the storm to arrive. I know that is in you, I know that is in you, dancing away with the world in your eyes. Oh, goodbye Virginia, goodbye Virginia. Doli qifti, kemi dalë te rruga cool. Për gruan. Po, rruga cool është me vërtet cool, shifen. Nuk është kështu. Edhe rruga e cool e ka emrin Zara Landstrasse. Nis, pastaj vazhdo me rrugë të tjera, por këtu nis. Domethënë shifni këtu rrotull, se më kam pyet disa goca që si quhet rruga cool. Rruga cool ka emër. Zara Landstrasse nis edhe vazhdon poshtë, pastaj deri tek Reve, edhe hyni në ato rrugicat edhe shifeni vet. Se ka shumë kafe të bukura, ka restorante, indiane, me suflaqe, me gjëra, me të gjitha. Edhe bëni një xhiro, po ne sapo dolëm nga rruga cool tash dhe duhet të kthehemi në anën tjetër. Se mbrapa është? Po se tash dalim në qendër. Okej. Unë e kam bërë me makinë dhe e kam mësuar se shifja me makinë shqyrtoja mirë. Tani duhet të vëmë në anën tjetër të shohim kafet e tjera që janë hapur. Sepse këtu në Gjermani, ose më saktë këtu në Dortmund, mbyllen kafe në orën 7 të gjitha. 6-7 kafet. Hapen vetëm këto, si quhen ato kanë një emër me knajpe. Po, knajpe. Ka më sa dush, po Do këto si ato kafe që ka do në plot. erë, si dhe më thënë, në 7. Ishte një aty, a e shkafra apo është kështu? Stranu që ishte, kjo. Kaloj mandej, se I pam një këto që ishin ti. Edhe ka kështu. tjetër. Edhe kështu është mazditja jonë që andi s'është në kurs. Ajo doli shumë e mirë, pula, me atë salcën, por duhet I kisha hedhur pak sheqer që ta bëja pak më të ëmbël. Por gjithsesi ishte shumë e shishme për mua, për ty janë. Shumë mirë ishte. Orizi ishte më pëlqeu I mirë këtu. Orizi ishte oriz qumshi e quajnë këta, milçë rice, edhe ishte më vërtet I këndshëm sa radhe.
Ne tani do ju bëjmë ca filmime dhe do e mbyllim për sot, për këtë video. Gruaja javi këtë videon tjetër, do jep në punë. Thoj qik, sa e talur ti me mua? Bosh shaka me Ersin, i thosha, nëse masi, do të thënë, kur Ersi bonet e provën, më tha mu që punova shumë, tha mua dhe kështu, kam punu fort edhe me ndërse marrin. Edhe ata nuk e morën edhe unë jam talë shtunë e djele. Është talur. I thosha, aj shumë pas ke punu gruaj, thash sa që s'morën. Sa i ke trembur, më tha. Kanë thënë, tha, një punëtor si ty nuk e përballojmë dot. Kështu fjallësh edhe më bullizonte. Do ti mas fjallë vetë mija e morën të mërkurën, sot është e nuk. Më morën të martën. Po. Edhe më thanë se dokumentat e të tëra. Për ju gratë që nuk keni IBAN, nuk keni bank, nuk ishte problem, mund të linit edhe kartën e burrit, si e kam lënë una. Se unë kam në kartën e andet, se s'kam llogari këtu. Tani do t'i qej një 50 euro, vetëm ka i wise qashe. Vetëm të llogaria ime tallë. Shifeni sa e bukur është rruga kull, shifeni. Do punosh që mund kanë lekët. Shifeni. Është shumë e bukur. O vetëm Ersi e dashuron këtë. Është e bukur, ka lokale. Po është edhe gjysma e popullsisë që është këtu. Po, gjysma. Gjithmonë ka njerëz këtu. Gjithsesi njerëz. Gjithsesi, gjete vend për parkim ti? Jo, për parkim shkesh. Po, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ka shumë makina. Shumë makina do të thotë që? Që ka njerëz. Ha, Që ka njerëz do të thotë. do të thotë që rruga kull është kull. Sigur më ka lënë piku me ta pi babi, me ta pi. Vetëm ta kishte s'kishte për të bërë kështu. Po pra. I kam tash njerëz, ishte një kënaqësi kjo video, edhe për mua nis një etapë e re, duke qenë se tani do jem një mitarbajta. Po, edhe më e bukur është vetëm unë nuk di gjermanisht atje, të tërë janë gjerman. Luam se unë do talën me mua ata. Besoj se është të mësoj shumë shpejt. Unë kam një besim shumë madh. Dhe mësoj nga Nati se të dua të di çfarë thon ata për mua. Gruaja shumë e aftë. Në vërtet. Po, pasi u tallë ti një javë, nuk të blen me kjo. Talla prej punës, po për zotin e afje. Ikse hoq edhe kafen që do merreshe për punën. Jo, nuk e do hiç. Tani që do me lekët e ty që do dhe. Unë e pi kafen, çdo fund muaj do ta pi kafen me lekët e tuaja. Qysh sa të kaloj njerëz, rroga, takojmë te video tjetër. ta pi për qef. Ciao. Jeni shumë mirë, ciao. Jemi vetëm ne apo jeni dhe juve që harxhoni një orë kohë duke pasë sa lekë shiten shtëpit në Gjermani? Ja sa shiten. Jo se kemi 700.000 euro, 750.000 euro, 148.000 euro, se ju nuk e shif keni na dielli edhe ne shohim vilat. Ja jo vila atje, shiska 700. 10.000 euro. Shumë për më pratë. And everybody's got a run, and ain't nobody gone.